Një 9 vjeçar në Siri ndodhet në burg prej 10 ditësh pasi u arrestua me akuzën për fyerje të imazhit ndaj presidentit Bashar Asad. Muhamed Ali u kap duke shkruar në një nga fotot e Asadit në shkollën në Marj Kata, një qytet në perëndim të Homsit, qyteti i tretë më i madh sirian në veri të Damaskut. Sipas burimeve, pasi u thirr dhe u rra nga drejtori i institutit, fëmia i cili është në klasën e 4, u ndalua nga agentët e sigurisë politike, një nga 4 agjencitë kryesore të kontrollit dhe represionit të qeverisë siriane. Kjo u bë e ditur nga observatori kombëtar për të drejtat e njerëzit në Siri, duke konfirmuar atë që u raportua më herët nga mediat lokale në Homs. Për 10 ditë, fëmia ndodhet i mbyllur në një qeli në selinë e sigurisë politike dhe çdo ditë prindërit e tij kërkojnë lirimin e menjëhershëm, raporton observatori. Në një ngjarje të ngjashme, 13 vite më parë pas arrestimit të disa fëmijëve që u quajtën fajtor se kishin shkruar slogane në muret e shkollës, ku lavdëronin protestat e atëhershme arabe në Tunis dhe Egjipt, në Siri përthyen protesta popullore antiqeveritare. Autoritetet siriane ju përgjigjen protestave të marsit 2011 me një shtypje të përgjakshme policore dhe ushtarake, e cila degeneroi në një luftë civile që më pas u shndërrua në një luftë të vazhdueshme në shkallë rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas OKB-s, konflikti sirian ka vrarë më shumë se gjysmë milion njerëz.